Si rezultat e një hetimi të kryer me metoda proaktive, sesioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me prokurorinë e Beratit finalizoi operacionin Norders. Në kuadër të operacionit, Forca e Posaçme Operacionale dhe Forca e Posaçme Shqiponja arrestuan shtetasit me iniciale KN 21 vjeç dhe një A 19 vjeç, të dy banues në Berat. Nga hetimet ka rezultuar se ata ishin të implikuar në veprimtarinë kriminale të shitjes së lëndë narkotike kanabis sativa në doza në Berat. Gjatë kontrollit fizik dhe në banesë, 21 vjeçarit u gjetën 330 doza kanabisi. Mëtej 19 vjeçarit u gjet me vete një sasi e kësaj lënde, ndërsa në banesë 2 thika. Në vijim të veprimeve procedurale, nisi procedimi në gjendje të lirë për babain e 21 vjeçarit, shtetasin me iniciale AN, 44 vjeç, pasi nga kontrolli në banesën e tyre u gjetën disa fishek që posedoheshin pa leje. Lënda narkotike, mjete dhe municioni u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, bashkë me 7 celular dhe një automjet. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Berat për veprime të mëtejshme.